je përfaqësuesi ligjor i Joni dhe si autoritet njofin kryetarin e bashkisë dhe e pezullon derisa të vijë, a ke dokument zyrtar të sot dosjen e plot të ardhur nga institucionet, nga ministria, nga kryeministria e ke, jo të ardhur nga firma. Unë kam të dhëna që ajo s'ka leje mjedisore, momentalisht. Ose ka të falsifikume, të gjitha dëgjesat publike janë fiktive. Të dielën ka marrë pjesë në mënyrë të pavarur, pa asnjë nxitje, pa asnjë kërkesë, qoftë politike, qoftë shoqërore, thjesht për tokën time dhe për familjen time. Rrugës duke dalë lart, më kanë marrë në telefon, kanë thënë kthe. Unë thash nuk kthe. Është një vendim i Këshillit Bashkiak i cili thua pranon që firma të investojë për banorët e zonës dhe pas konsultimeve me banorë, absolutisht nuk e duan atë lloj investimi nga firma koncesionare. Kemi rënë dakord që më që se banorët nuk e kërkojnë, nuk e duan investimin e firmës, pra jashtë projektit të mjeseve, ai vendimi i Këshillit Bashkiak të tërhiqet dhe të jetë në atë pikë që ka qenë më përpara. Kështu që ai vendimi i Këshillit Bashkiak me iniciativën dhe timen edhe të banorëve do të tërhiqet, do të rikuperohet dhe nuk do të jetë më në fuqi.